highly distinguished guests and very dear friends, trust me, I struggle to find the right words to express my delight in hosting this European Political Community Summit here in Albania. It is truly në Shqipëri. Është vërtet një nder i jashtëzakonshëm për të gjithë vendin tim, për të gjithë popullin shqiptar, që t'ju mirëpres në këtë vend të gjithëve. E në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për komunitetin politik evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Kjo ishte një zgjedhje e qartë për ne, sepse ëndrat e fëmijëve kurrë nuk mbahen peng nga mitet e së shkuarës. Në të kundërt, ato ëndrojnë të ardhmen dhe shumë të ngjashme me qira fjala me ëndrat e etërve themelues të Europës.